Banorët e fshatit Vërdovë, të cilët jetojnë përgjatë lumit me të njëjtin emër, kërkojnë ndërhyrjet e menjëhershme për t'i dhënë fund një problemi që i shqetëson për më shumë se 30 vitesh. Sa herë karreshet të dendur rashiu ata përballen me rrezikun e përmbytjeve dhe dëme në banesat e tyre. Një grup banorësh u mblodhën pranë segmentit ku gjatë rreshjeve të forta disa muajve më parë pati shembje të rrugës. Ata kërkuan ndërtimin e argjinaturës mbrojtëse të lumit, duke theksuar se dalja e tij nga shtrati ka shkaktuar vazhdimisht dëme në pronat e tyre. Banorët kundërshtojnë projektiden e Bashkisë Pogradecit, e cila parashtron ndërtimin krahas argjinaturës edhe të një trotuari me gjerësi 1.5 metra për lëvizjen e këmbësorëve. Sipas tyre, projekti parashtron edhe heqjen e një pjesë të urave ekzistuese mbi lum, të cilat konsiderohen si pengesë për rrjedhjen e lumit. Problemi jonë është ky sistemimi i lumit këtu. Se ka mbetur dhe kemi një jetë të tërë dhe akoma nuk po merr zgjidhje ky lum. Me projekte nga bashkia, jo 1,5 metra, jo 50 ponte, jo këto, o vlla çfarë po na duhen këto neve, ti na sistemon lumin, na i shtrop me betone, njërën tjetër ansoret, gjitha i duam të sistemuara dhe urat i kemi prapë kështu siç janë. Si do kaloj unë me atë 1,5 metra që do futem në shtëpia, me të cëmur? Ne kemi 30 vjet me këtë lumë që vuajmë kështu, sepse nuk është marrë masa si duhet. Ne jemi vëllezër, jemi shqiptarë të gjithë. Ne duam që kjo punë të bëhet e saktë ku të ajo që të bëhet e saktë. Tash lumi është me të dy krah, një copë mur këtu, një copë mur atje. Të bëhen 2 mure të sakta. Problemi tonë është që urat rrinë siç janë, edhe të rregullohet lumi, të bëhet muri matan, të forcohet, edhe këtej të zgjerohet e të bëhet muri i fortë. Se kemi të sëmur, ambulancën e duam te dera, 2 herë në muaj të çojmë në ambulancë. Tani e kundërshtojmë se duan të hyjnë 1,5 metra. Nuk e marrin pjesë, po duan nga 1,5 metra vetëm në këto prishje tona. Përfaqësuesi i Bashkisë Pogradecit, Fatmir Hamolli, deklaroi se projekti propozuar synon t'i afund një zgjidhje afatgjatë problematikave të lumit të Vërdovës. Sipas tij, zbatimi i këtij investimi do të krijonte gjithashtu mundësi edhe për legalizimin e banesave të ndërtuara pa leje pranë lumit. Hamolli sqaroi se është propozuar një rrugë kalimi me gjerësi 1.5 metra, pasi zgjerimi në 3 metra do të cënonte banesat e banorëve. Ai u bëri thirrje familjarëve të prekura, të cilët të dalin në qëndrim të përbashkët në mënyrë që projekti të mund të ecë përpara. Konkluzioni ishte që të bëjmë një projekt. Problemi këtu te ju është shumë i mpret, vetëm për punën e projektit, në bërjen e projektit. Sepse të tërë kemi qenë në proces legalizimi dhe e dini se çfarë ndodh në legalizim. Asnjë nga këto familje këtu nuk është legalizuar për të vetmi fakt se shkelim ligjin urbanistik. Që të legalizohet një ndërtesë duhet pak të kishte kushtin që duhet të jetë 8 metër minimumi larg nga buza e lumit. Në diskutimin që u shoqërua me debate mes palëve mori pjesë edhe këshilltari bashkiak Arbër Male. Ai u shpreh se banorët duhet të unifikojnë kërkesat e tyre, ndërsa Bashkia Pogradec duhet të sqarojë më qartë problematikat dhe ndikimin e projektit që synon të zbatohet. Me sa kuptoj, banorët janë të painformuar sa i përket projektit dhe sistemimit të lumit, një problematikë e cila tashmë u bë disa muaj që këta banorë e vuajnë. E para njëra është sistemimi i ujrave të zeza, thellimi i lumit dhe zgjidhjen përfundimtare, një herë mirë, pasi u bë shumë vite që ky lum merr dhe shkakton dëme në këtë pjesë. Gjatë të paktën 10 viteve të fundit, lumi i Vërdovës është kthyer disa herë në burim rreziku për banorët e zonës. Përmbytjet janë shkaktuar nga devijimet e rrjedhës së lumit, si dhe nga urat me kohë të ulët, të cilët pengojnë kalimin normal të ujit gjatë rreshjeve intensive.